Bismillahirrahmanirrahim. Lart faleminderimi dhe frikë respekti i takon vetëm sa Allahu xhaleshanhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salatet dhe salavatet dërgojmë mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi vullën e pejgamberisë dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tema për cilën do të flasim sot është veprat e mira nuk përfundojnë me përfundimin e Ramazanit. Me përfundimin e muajit të Ramazanit nuk përfundojnë veprat e mira të besimtarit. Veprat e tij përfundojnë atëherë kur vdes ai. Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe adhuroj Zotin tënd derisa të vi vdekja. Nuk duhet që me përfundimin e Ramazanit të përfundojmë dhe veprat e mira që kemi bërë në të. Dhe thot: "O besimtar, keni frikë Allahun ashtu si i takon atij dhe vdisni vetëm duke qenë musliman." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur robi Allah të vdes, ndërpritën veprat e tij. Kur vdes njeriu atëherë përfundojnë veprat e tij. Andaj duhet të ditur se me përfundimin e muajit të Ramazanit nuk përfundon agjerimi si ritual fetar. Për këtë e kemi si bazë atë të cilën na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai që agjeron Ramazanin, pastaj ja bashkon 6 ditë prej muajit Sheval, është sikur se të ketë agjeruar tërë kohën. Pra, nga kjo kuptojmë se agjerimi vazhdon edhe pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Po ashtu agjerimi i 3 ditëve në çdo muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Të agjerosh 3 ditë të çdo muaj, prej Ramazanit deri në Ramazan, është sikur se të agjerosh tërë kohën." Pra, nga kjo kuptohet se agjerimi i 3 ditëve të çdo muaj, këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas për qëllim agjerimin e 3 ditëve të bardha. Ato 3 ditë të bardha janë dita e 13, dita e 14 dhe dita e 15 të çdo muaji. Gjithashtu hadith tjetër për të cilën na thuhet se ne mund të agjerojmë edhe pas muajit të shenjtë të Ramazanit është ajo e ditës së Arafatit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ajo i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm." Po ashtu edhe agjerimi i ditës së Ashurës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "I shlyen mëkatet e vitit të kaluar." Po ashtu me përfundimin e muajit të Ramazanit nuk përfundon falja e namazit të natës. Falja e namazit të natës vazhdon çdo ditë prej netëve të vitit. Falja e namazit të natës është pohuar edhe si vepër, edhe si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falur namazet derisa janë ëjtër këmbët. Ja kam përmendur këtë, ai ka thënë: "Atë mos jem rob falënderues ndaj Allahut." Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Namazi më i mirë pas namazit fars është ai i natës." Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti ynë çdo natë në qiellin e dynjas kur mbetet pjesa e tretë e fundit e natës, e thot: Kush është ai që më lutet mua, e unë t'i përgjigjem lutjes së tij. Kush është ai që kërkon prej meje, e unë t'i jap atij. Kush është ai që kërkon falje prej meje, e unë t'a fal atë." Po ashtu vazhdon përmbajtja ndaj dhikrit që duhet bërë pas 5 namazeve fars. Allahu na ka urdhëruar ta përmendim atë pas namazit fars. Për këtë dhikr na ka nxitur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshan në Kur'anin famullar thot: "Pasi ta kryeni namazin, përmendeni Allahun duke qëndruar në këmbë, ulur dhe të shrirë. Kur të jeni jashtë rreziku, atëherë falni namaz të plot, sepse namazi është detyrë për besimtarin në kohë të caktuar." Duhet të mundohemi të shtojmë adhurimet tona ndaj Allahut e të largohemi nga mëkatet e këqija, në mënyrë që të fitojmë jetë të bukur e të lumtur, që na ka premtuar në këtë botë dhe shpërblimin e madh në ahiret. Pra, këto janë premtimet e Allahu xhaleshanuhu, ku Allahu xhaleshanu në Kur'anin famullar na premton gjithashtu: "Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë musliman, ne do ta bëjmë atë që të ketë jetë të bukur dhe të ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë ai." E lutim Allahun xhaleshanuhu që veprat tona të mira, të cilat i kemi bërë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, të vazhdojmë dhe të jemi aktiv me veprat tona edhe pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Lutim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë banor për banorëve të xhennetit dhe të na takojë në xhennet me Hazrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.